Të dashur dëgjues, më lejoni të ndaj me ju një mesazh të shkurtër rreth temës që e pëlqej shumë, që quhej gjithçka për Ungjillin. Kemi ka shumë nevojë që të gjithë njerëzit, kudo që janë, të ri e të reja, pleq e të moshuar, në profesionet kudo që ne ndodhemi, në vendin tonë të punës dhe kudo që ne jemi, të bëhemi shërbëstar të Ungjillit të Jezus Krishtit. Është shpresa e vetme për popullin tonë. Dhe prandaj ne kemi nevojë që secili të përgjigjet kësaj thirrje të madhe të Zotit që ne të ndajmë Ungjillin aty ku ne jemi. Rrjetet sociale është një metodë shumë e qelluar, shumë e mirë, shumë e përparuar dhe kemi nevojë që ta shfrytëzojmë atë maksimalisht. Prandaj është e nevojshme që secili prej nesh të bëhemi dëshmitar në rrjetet sociale për Ungjillin. Sa herë që ne në Kosovë po përpiqemi të zhvillojmë këtë si shërbes dhe po nxisim besimtarët kudo që ata janë që të shpërndajnë video, të shpërndajnë mesazhet e shpresës, mesazhet e Ungjillit me gjithë njerëzit. Prandaj gjithçka për Ungjillin i bie që çdo njeri, çdo vëlla e motër, çdo i ri e re, kudo që është, në cilin do vend të punës, në cilin do pozitë që ndodhet, të marrë përgjegjësinë, të i përgjigjet thirrjes së Jezus Krishtit e të shpërndajë Ungjillin e Zotit Jezus, Ungjillin e shpresës për popullin shqiptar.